Në këtë mbrëmje, me një atmosferë të veçantë të muajit të shenjtë të Ramazanit, ju sjellim një reportazh nga Xhamia Drita në Emmenbrücke. Në pamjet e para jashtë xhamisë, shihet logoja në hyrje dhe njerëzit të cilët vinë përshëndeten dhe ndajnë bisedat para iftarit. Brenda në hyrje takojmë Mustafën, një të ri të qetë dhe të përkushtuar, i cili po përgadit hapësirën e faljes me kujdes dhe shumë përkushtim. Kryetari i xhamisë Fadil Hasani pret mysafirët me buzëqeshje, përshëndetje dhe përqafime vllazërore. Ai na tregon më pas për historinë e xhamisë, rolin e saj në komunitet dhe organizimet e iftareve ku çdo detaj, siç thot ai, nga rezervimet të shërbimi bëhet me vullnet dhe dashuri për gjithë xhamatin. Tash jemi këtu te Xhamia Drita në Lucen, xhamia më e madhe shqiptare këtu, po edhe më e madhja për gjithë xhamive tjera të cilat janë në kantonin Lucenit. Kantoni Lucenit njeh 8 xhami, të cilët janë 3 shqiptare, 2 bosnjake, 1 turke, pastaj 2 arabe, edhe këta të gjithë e bëjnë 8 xhami. Prej xhamive gjithve jemi xhamia më e madhe, edhe me antarësi, po edhe me hapësirë. Sonte është normal një prej ditëve të Ramazanit thjeshta që i quajmë ne, po kështu ka një organizim sepse sonte po shtrohet iftar këtu në xhami, e iftaret në xhami kanë qenë zakonisht të shumta, sepse njerëzit po ofrojnë iftare për mysafirët, edhe këtë mundësi po e afron xhamia për me bo për shembull iftarin këtu në xhami, sepse po përgatiten e gjitha ushqimi i gatshëm edhe pastaj po servohet. Kjo përveç që po shtron iftare i ndihmon edhe shumë xhamisë në aspektin financiar. Kjo është një ditë shumë normale, po sonte është pak më speciale sepse sonte kemi edhe një mysafir të ftuar, i cili e ka edhe ligjëratën kryesore këtu në xhami. Edhe për atë shkak kemi edhe më tepër pak njerëz. Atmosfera e ngrohtë ndihet që nga larg, deri në prag dhe në brendësitë të ambientit të xhamisë. Në kohën e iftarit do të thirret ezani dhe do të shtrohet iftari ashtu siç e don tradita se koha e iftarit. Normal rezervohen iftaret, po përsëri ne kemi plus minus disa ushqime pak më tepër sepse ndoshta ndodh një mysafir, ndoshta vin dikush prej rruge, edhe normal që mundën këtu me bëu edhe iftar. Ju e keni siguruar sot edhe mirë se vini në iftarin të cilin shtrohet sot për gjithë ta njerëz që janë në xhami. Hapësira kafeteria, për ndryshe është pjesa ku edhe kalojmë më tepër mi kohën, sepse këtu pas namazeve njerëzit kalojnë këtu edhe për biseda të lira edhe për të ndejt pak më tepër edhe për të takuar me njerëzit. Mas shumti për këtë çështje shfrytëzohet. Po ndërkohë te ne shfrytëzohet edhe për vendfalje sepse kur kemi shumë kërkesa ose shumë njerëz, e shfrytëzojmë edhe këtë pjesë për të falë. Kush don me organizu iftar, është domethënë e kemi në faqen e xhamisë, e cila pastaj shkon te pjesa e iftareve, edhe aty përmes iftareve elektronike, domethënë e gjitha është e elektronizuar. Rezervohen përmes SMS-ave, përmes QR kodave dhe kështu me radhë. Shumë të rinj vullnetar vendosin ushqimet për iftarin e përbashkët, të cilët me buzëqeshje dhe shumë dashuri e me plot përkushtim angazhohen bashkërisht që gjithçka të jetë gati në kohën e duhur. Shumë gëzon fakti sepse nuk janë gjitha punët të cilët janë të organizuar, po ka njerëz të cilët në vullnet mirë vinë dhe bëjnë punë këtu në xhami dhe kjo po më jep shpresë shumë më të madhe
sepse zakonisht njerëzit e shohin dhe e marrin e bëjnë punë vullnetare, fshin xhamin, pastron xhamin, diçka, do të thonë e shet diçka që nuk është në rregull, e ngren e vën vendin e vet ku duhet me vu, dhe gjitha kjo bëhet me punë vullnetare, sepse nuk kemi diçka që kemi organizuar me pastru ose me bë xhamin, jo. 100% këtu te xhamia jon, askush nuk ka rrogë, realisht nuk merr askush rrogë, përveç kur i angazhojmë imamët, për shembull që i thirrim ne që vinë këtu me shërby, gjithë tjerët, kryesia, gjithë njerëzit që i shohin këtu, janë njerëz të cilët punojnë vetëm prej vullnetit mirë. Do të thonë e gjitha është bëhet falas dhe bëhet, do të thonë pa pagesë. Çdo agjerues, do të thonë i komunitetit musliman, i cili agjeron edhe besimit fetar islam, do të thonë çohet në syfyr më së pari, në mëngjesin e hershëm syfyrit, atje bën bashkërisht me familjen syfyr, pastaj falin namazin e sabahut, e cilën ka mundësi me falë edhe këtu në xhami 30 minuta pas imsakut. Do të thonë xhamia është e hapur në 5 kohët e namazeve, edhe gjatë kohës për shembull të cilët janë në përpuna, zakonisht shkojnë njerëzit në punë, po ata të cilët kanë të lirë, mundohen më tepër mi t'i japën rëndësi leximit të Kuranit, do të thonë bërjes së namazeve dhe kështu me radhë, deri në kohën për shembull të iftarit, e cila është diku ka ora 6. Bëjnë iftar në për shtëpiat e vet ose këtu në xhami si sonte, pastaj vinë përsëri dhe falin namazin e Yacis dhe Taraviz, të cilën xhamia po organizon në programin special të cilën e ka bërë për Ramazan. Pas iftarit thirret ezani dhe numri më i madh i të pranishmeve falin namazin, e të tjerët përgatiten për ligjeratat e mbrëmjes. Mos pari me falenderu shumë Albrimin për gjithë këtë tubim të cilin sonte e ka shtru këtë iftar. Zoti e rujt edhe ja rujt familjen, po edhe ja boft një lloj sadakaje, sepse me shtru iftar një agjerusit e dim shumë shpërblimin. Ajo e dyta çka deshta me thonë është shumë me falendëruar edhe hoxhën të cilin e kemi sonte misafir këtu, Samedin Efendi Abazin, i cili vjen prej Kosove, imam i xhamis 4 lullave. Besoj se hoxha do ta shpjegon këtë 4 lullat, se unë kisha menduar 4 lullat janë 4 lloj cigari ose diçka kështu, po si ishte qena, jo? Edhe inshallah ai gjatë kohës ligjëratës do ta shpjegon. Mi ju falendru gjithve që keni përzgjedhur sonte që jeni këtu në xhami. Unë quhem Fadil Hasani dhe jam kryetari i xhamisë që 2 vite, realisht prej vitit 2024. Kjo xhami ku qëndroni sot është pronë e muslimanëve shqiptar, është e paguar e gjitha, domethënë para 3-4 viteve, dhe tash po numëron 632 antar, ka 104 nxënës të cilët mësojnë. Ne kryesia e xhamisë jemi prej 15 personave dhe gjithë jemi, domethënë bëjmë punë vullnetare. Gjithë Allahu kabul gjithëve juve që keni agjëru, Allahu ju shpërbleft që jeni pjesë e kësaj xhamie dhe ne elhamdulillah jemi shumë të kënaqur me gjithë këtë antarësi që kemi, po edhe me gjithë njerëzit të cilët po na ndihmojnë gradualisht në punët tona të cilët po i bëjmë. Kemi shumë njerëz këtu për t'i përshëndet, po shkaku që jemi për iftar, unë do t'i kërsej gjithë dhe inshallah do të takohemi gjithmonë për të mirë. Ju falenderoj shumë që jeni këtu, edhe njerë dhe paçi Ramazan begat, po edhe iftar pranuam inshallah. Unë do t'aftoj sonte sepse nuk e kemi muezinin këtu, ajo është misafir, Haxhi Mitati është pjesë e xhamisë tonë, e t'aftoj inshallah ta thirrë ezanin dhe të bëjmë iftar bashkë. Hajde Albrim. Pas ligjëratës, xhamati përgatitet për faljen e teravive të rregullta, me shumë vullnet, ndjenjë e papërshkruar paqeje, fuqie mbrendshme e shpirtit që e karakterizon këtë natë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën së pari, ju dëshiroj sukses si televizion shqiptar që veproni këtu në Zvicër.
Është e vërtet që po, ndoshta ka disa dallime me i quajt ashtu rreth Ramazanit në Kosovë dhe këtij në Zvicër. Dallimi kisha me thonë se vërtet s'di cilin me konsideru se është ma kuptim plot dhe ma i kompletun. Unë mund të them se vërtet jam i befasun me trajtimin që i bëhet pra Ramazanit nga vëllezërit dhe motrat tona këtu në Zvicër. E shoh se vërtet Ramazani e ka atë rolin e vetë dhe misionin që e synon nga besimtarët dhe besimtarët e që ti iluminon ata, ti avanson ata, ti transformon, ti bën ata më të dashur, ti bën ata më të afërt, edhe me vëllezërit dhe motrat tona shqiptare, gjithandej domos Zvicës, kisha me thonë madje jo vetëm të besimit islam, po edhe të besimit katolik e kështu me radhë, po edhe me zvicranët vetë, sepse vërtet mendoj që Ramazani është një nga mekanizmat që neve përpos që e bëjmë si një, domethënë kryerje të një privilegji, kisha me thënë që na ka privilegju Zoti me te. Ne e bëjmë pra edhe në shenjë të afrimit edhe me domethënë njeriu edhe me vllaun edhe me motrën tonë domethënë që i kemi përreth. Prandaj po them se këtë po e shohim edhe po e hasim që vërtet po e bën Ramazani këtu te vëllezërit edhe te motrat tona. Ka do që heca se e kam hecë bukur mirë Zvicën këto ditë, prej Gjeneves, e Lozanës, e Villit, e Këndej, domethënë Glarusit e kështu me radhë. Po besoni nuk muj me veçu ndonjërin sepse në çdo qytet që kanë prezantu më kanë prit mirë e ma mirë. Prandaj nuk mund të them se vërtet ndonjëri ka dallu ku me ditë sa, sepse shumë edhe jam mirë njohës për ta, sepse vërtet kanë prit edhe domethënë kryesitë e xhamive, edhe hoxhallarët që veprojnë këtu, po edhe xhamatin në përgjithësi. Mysafir nderi Hoxha Hysamedin Abazi nga Kosova, një figurë e njohur për qetësinë dhe urtësinë e tij, flet për rolin e xhamive në Mërgat, për vlerën e muajit të shenjtë të Ramazanit dhe për atmosferën e veçantë e cila krijohet në Zvicër gjatë këtij muaji të bekuar. Ishka në udhës që gjithë vërtet ta kryjnë edhe faljen e namazit, por ja se domethënë realitetin e kemi të tillë, ja në asnjë mënyrë çështja e forcës mas pari nuk lejohet në asnjë mënyrë në Islam, nuk ka dhunë në fe. Çështja e fesë është zgjidhje personale e secilit, edhe praktikimi i saj, pra bëhet brenda mundësive që i ka secilit. Dikush ka mundësi me agjeru, po nuk ka mundësi ndoshta me fal namazin. Dikush ndoshta e fal namazin, po ka arsye për mos me agjeru. Këto xhami këtu për dallim nga xhami tek ne, këtu i kanë edhe këto domethënë objektet përcjellse, e që mendoj se vërtet janë shumë pozitive që i kanë edhe kafiterit, edhe i kanë domethënë objektet e shkëlqyeshme që kanë bëjnë edhe me aspektin social edhe me aspektin e mbajtjes së lidhjeve pra mes mërgjimtarëve tonë, vëllezërve, motrave. Prandaj e vlerësoj që është shumë pozitive kjo. E tash çështja pra e faljes mos faljes janë gjëra këto të cilat kanë bëjnë me secilin individ në vete e që vërtet ne nuk e dim gjendjen e asnjërit, Zoti i din ato edhe ai i vlerëson. Prandaj unë megjithatë e vlerësoj që shqiptarët po mblidhen rreth sofrës së iftarit, po mblidhen pra rreth sofrës së Ramazanit, po mblidhen edhe rreth sofrës shpirtërore që vërtet po e realizon për Ramazanin në ne e që vërtet kisha me thonë se është duke na transformu edhe shpresoj që vërtet secilin nga ne kur do dalim në Bajram, do dalim njerëz tjerë nga ajo çfarë kemi qenë para Ramazanit. Dallimi është se vërtet tek ne tash është gjendja megjithatë pak ndryshe, sepse ki të bën me një shoqëri që është me shumicë muslimane, ndërsa këtu kuptohet së pari unë falenderoj edhe autoritetet zvicrane për vërtet qëndrimin vërtet të shkëlqyeshëm që e kanë ndaj komuniteteve të ndryshme, po edhe konkret edhe ndaj komunitetit islami musliman këtu në Zvicër. Sidomos tek shqiptarët unë e shoh se vërtet kanë një koordinim të shkëlqyeshëm me autoritetet e ndryshme zyrtare, edhe prandaj po them se është vërtet për çdo lavdat. Ajo që vërtet këtu xhamia po nuk është thjesht vetëm një vend ibadeti edhe rriteve fetare sen, po është pra një pikë ku grumbullohen pra shqiptarët tanë, burra dhe gra, edhe madje i kam hasë se jo pak
trajtojnë pra probleme prej më të ndryshme, jo domosdoshmërisht vetëm aspekte fetare, po edhe probleme që i ka komuniteti këtu. Prandaj unë e shoh se xhamia ka një rol vërtet shumë dimensional këtu në Zvicër, ndoshta më shumë se sa tek ne. Ata të cilët vërtet e mundsojnë një lloj bashkëjetese, nëse kemi drejt me quajt, janë gjithmonë ajo që është shumicë. Prej tyre varet domethënë aspekti i tolerimit, e i mirëkuptimit, e pranimit tjetrit e kështu me radhë. Sepse gjithmonë dihet se pakicat janë të predispozuar, ndoshta edhe eventualisht mu dëmtue, po jo, këtu unë nuk kam hasë një diçka të tillë. Prandaj për atë po them, vërtet duhet jemi gjithë falënderues ndaj shoqërisë zvicrane, edhe si autoritetet zyrtare, po edhe si popullat, të cilët vërtet kanë tolerancë dhe kisha me thonë bile, ndoshta toleranca është pak fjalë e rëndë, kisha me thonë se kanë vërtet bashkëjetesë edhe me komunitete tjera, prandaj edhe vërtet këtë e hasa unë gjatë këtyre ditëve sa jam këtu. Unë për veti, atë që e kam pa gjatë këtyre ditëve, jam i mahnitun dhe vërtet, po të kisha diçka të tillë, kisha me përmend. Por vërtet nuk kam pa diçka të tillë që ka të bën me as aspekte të dhunës, të ekstremistë, nxitjeve, gjana sen absolutisht besoni. Përkundazi, edhe kam hasë edhe prisit fetar tu, hoxhallarët që janë, vërtet janë të përgatitur, janë njerëz që vërtet e njohin misionin që e kanë zgjedhur, edhe jam i mendimit se vërtet janë duke çu misionin e vend në mënyrën më të shkëlqyeshme të mundur. Inshallah Zoti vetëm ju jap sukses edhe bereqet, edhe i shoh gjithmonë shqiptarët kështu të bashkuar edhe tok. Unë ju kisha falendëruar spari juve si televizion që keni zgjedhur, domethënë që Ramazan me i vizitua edhe xhamit, edhe që mendoj se është vërtet me pakta që duhet ta bën një televizion shqiptar, domethënë gjatë Ramazanit. Po në të njëjtën kohë edhe i kisha ftuar vërtet besimtarët të jenë në nivel pra të agjerimit, të jenë në nivel të porosive që i ka pra Ramazani e që e synon nga ne aspektin e avancimit pra në devotshmëri, aspektin e rritjes përgjegjësisë pra edhe sociale, humane, shoqërore, e që jo rastisht edhe me fundin sidomos Ramazanit, po them ne Ramazani neve na bën që me ndi pra edhe skamjen, me ndi edhe dhimbjen, edhe qajtjen ndoshta edhe të jetimëve, bonjakëve, skamnorëve kështu me radhë. Prandaj vërtet këto janë edhe ato dimensionet e ndryshme që i bart në vete pra Ramazani, jo thjesht vetëm ibadet edhe agjerim, po edhe aspekt social, edhe aspekt domthonë afrimit mes shoqërisë në përgjithësi. Unë jam Albrim Hoxhaj, po jetoj prej viteve 96 në Zvicër. Xhamia ekziston më shumë se 30 vjet tash këtu në Lucen. Ne jemi edhe antar këtu të xhamisë Drita. Po, unë e shoh një vend takim shumë të mirë, sikurse për të ri, për miq, për të afërmit, për shokët që i kemi, të gjithë antarët, për nga kryesia edhe të gjithë xhamati ka këtu shumë njerëz të cilët punojnë vullnetarisht, çdo sen bëhet vullnetarisht nga xhamati që e kanë këtu, kanë angazhime shumë të mëdha, organizojnë turnire për fëmijë, organizojnë shkollime, e kanë organizimin edhe mbështetjen e nxënësve që kanë probleme në shkolla, po edhe në pjesën fetare, kush është intereson kuptohet. Feja e shoh si edukat, e shoh si zhvillim, feja praktikohet edhe nga njerëz që jetojnë këtu, që janë të vendali, pse mos ta jetojmë na ashtu siç e kemi mësuar prej gjyshve, babgjyshve tonë. Po, Ibrahim Cekaj, jam nga Desani, fshati i Znis. Tu në Menbryk jetojmë, jam pej 93-s. Xhamia është sa në mirë, na kënaqem këtu. S'ka probleme, si që të cekem ma herët, kur farë probleme, ka shumë të ri, du të me bo njerë edhe për shpirt diçka, jo, që na për ushqejmë barkin të me thonë fitness ato, po edhe për shpirt du të me bo diçka, shumë. Unë kështu është, nuk jam ekstremist me thonë, adin që, po, du të me bo edhe për shpirt diçka. Xhami ma e mira është si rinia, jënë aktivizu shumë. Kjo është shumë e mirë, më pëlqen, atë kur ishe të rip, që po vinë edhe po mushet, xhamia janë, po mushet, po stërmbushet, ma shkurt më thonë si edhe s'punan zanë pësa. Do më thonë më radhë parë shqiptaria, kuptohet. Atër feja, normal, se cili e zgjedhë fejën e vetë, kuptohet. Po, bile bashkëpronë, po ta me një shok të fesë katolike,
një darë ke hangëm iftarën, së bashku. Shumë mirë kalum. Na jemi shqiptarë. Po le të vinë vetë të ta vizitojnë xhamin edhe në shohin vetë. Sigur të si jarë sonte eshe vetë, që shpo kalojnë më knaqëm. Gjatë Ramazanit këptohet të ashtu kështu. Unë emrin e kom Rafael Sadiki. Në mesin e të pranishmëve, dëgjojmë disa prononcime e njëri nga ta në bëri shumë përshtypje, i moshuar me plis të bardh, i cili simbolizon kombin, traditën, i cili flet fjalë të ngrohta bujarie shqipe në këtë mbrëmje për mërgatën dhe komunitetin ton në Zvicër. Kejtve takohena, bojmë faljen namazit, dalim për jashta, pëjmë një sakë, bojmë biseda, si ku shkon shpjet e veta, elhamdulillah, jemi të lumëtur që jemi në qëket vend. Kemi përnu, kemi hakat, edhe inshallah, Zoti ndihmon si kuj. Elhamdulillah, jam i kënaqur se kom 7 dekada, i kom 7 dekada i kom kaluar. Jam i kënaqur, shpinën e Zotit kemi këtu. Mundohem të krij do punë kolla xhamis. E boj për shpirtin tim. Ke gjohet, ka kuhina më tha tash, o xhallar u përgatit e buk, ditë herë në mujt me kostën time. Jam i lumtur që ai ble Zoti, jam deri tash Zoti më dha shtimër. Do mundohem deri në minutën e fundit të hap kontributin tim për xhamat. Si kryetari i ri si ka jenë shumë të lumtur, jena po në sjell o xhallar pi vendligje, sikush mundohet të hapa diturinë e vete, elhamdulillah. Si çelli që vin, jemi i lumtur. Edhe s'ka pas rroti, Allahu bërë, edhe ndeshën të ismoni, kështë që ka si zbrengje, që e këtë të sot me lezën, fascinuar, edhe s'ka esplorën islami, edhe të izorën e rritani. Po e pranon islami edhe islam, asë të bërë, në shpejt, asë të sot edhe të rritani të pashkullë. Edhe të pashkullë hasë, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر. Unë jam Bleoni, i kam 25 vjetë, edhe jam këtu në kryesien e xhamisë Drita si zavend arketar. Jam lindë dhe jam rritë në Zvicër, i Kamenicës. Në fakt, unë para disa vite gjatë fakultetit ja kom nisë me orë në xhami, ku marrë në fillim si vetë, po alhamdulillah ka pas rinjit shumë, edhe tash e kena bu një shoqni dhe më thonë gjatë madhe, që qëndrojmë shpesh në xhami. Në fakt, si ja kom nisë fakultetit, që atëherë ja kom nisë ma intensivisht më marrë edhe me fe. Në të thonë, besoj që piqatit të unë ja ka fillu interesimi edhe kafeja ma shumë. Biseduam edhe me disa të rinj të xhamis, të cilët flasin për përvojën e tyre, për rëndësinë e këtij vendi dhe për aktivitetet dhe nivelin që i mbajnë të lidhur me komunitetin tonë. Rrim, qëndrojmë shumë, kisha plot këshilla, po unë besoj që me gjetë një rreth mirë që të afron ka xhamia, të afron ka Zoti, i shkon shumë rëndësi, për si cilën besoj që kem nevojë, sidomos në kohë të sodit, me ardhë ka kjo rrugë, domethënë, ka rruga drejt. Kur ja kom fillu studime, gjithë me stres, domethënë, ka shku shkolla, provimet e mas fakultetit tana dhe puna, po fejat një mon shumë, domethënë, t'jep një farë qetësie që s'unë e përshkru njeri, domethënë, veç ai që vjen xhami që falet, e din që njihet njeri. Hajde Valon. Live. Bismillah, jam Geher Cefiri, vi nga Tirana, edhe kam disa vite që jetoj tash këtu në Zvicër. Edhe frekuentues i kësaj xhamie. U boja 5 vite, pra tash u boja ca kohë këtu, u ambientohemi, alhamdulillah edhe xhamin e kemi shumë të mirë.
Xhamia këtu qytetin e parë isha frekuentues, duke qenë që i banojmë këtu afër, prandaj që para 5 vite u ambientuam ke kjo xhamia me këto vllaznit tu edhe po ja kalojmë shumë mirë. Kjo është bukuria e kësaj xhamie që gjithë ja kalojmë shumë mirë së bashku. Feja na mëson si të jetojmë, si të bashkë jetojmë. Prandaj çdo ditë duhet të jetë mbushur plot me fe. Ku gjithë e bashku ndajmë momentet e bukura, ndoshta ka edhe dikush në hall edhe me vëllazëri kalohet çdo moment, i keq edhe i bukur. Sepse kështu na mëson edhe feja edhe të ndajmë edhe këtë shoqërinë vëllazërore, sidomos në Ramazan, kjo pjesë shtohet, secili nga ne duhet të jetë më i mirë dhe pse jo të shtrojë iftare për njëri tjetrin duke ndarë këtë bereqet, këtë mirësi që Allahu na ka falë. Sepse nuk është vetëm xhami, po është komplet bazë e shqiptarisë, siç ka emrin është edhe dritë. Pra na shton dritë edhe pse gjatë ditës lollemi, vim këtu edhe shijojmë atë kënaqësi me vëllezërit, edhe motra të lartë me ndërmjet vete. Në këndin e të rinjve shohim lojra të ndryshme me aktivitetin dhe zhvillimin e kohës. Një hapësirë ku ata socializohen, qeshin dhe ndërtojnë miqësi të reja. Ky reportazh sjell një natë të Ramazanit ashtu siç përjetohet në xhami drita, me besim, me tradit, me rini të gjallë dhe me një komunitet që qëndron i bashkuar. Mbrëmja mbyllet me disa pamje nga ligjërata e Hoxhës Husamedin Abazi dhe me atmosferën e ngrohtë të kafeterisë së xhamisë.